Ish-presidenti i Kosovës, Begjet Pacolli, muajve të fundit i ka shpeshtuar kritikat për mënyrën e qeverisjes si në aspektin qendror, ashtu edhe në atë lokal. Por ai nuk shfaqet njësoj kritik edhe për mënyrën e udhëheqjes së komunës së Mitrovicës nga Agim Batiri, ndaj të cilit tashmë janë ngritur edhe kallëzime penale. Tribuna Channel ka pritur rreth 3 javë një përgjigje nga Pacolli nëse kritikat për këtë qeverisje vlen edhe për Batirin, por ai nuk është përgjigjur. Ndërkohë, premtimet e shumta për punësim nga kryetari i Mitrovicës Agim Batiri vazhdojnë të mbesin fjalë dhe shifra të parealizuara. Të paktën kështu shprehen qytetarët. Deri tash ka marrë kumnije do punëtuar aty këtu, po nuk e di bashkë sigurt, ama do i ka qu për Kazakistan. Sa i ka premtu si ka qu, po tash nështë ta bën se deri tash jo valla s'ka pas. Optimist për punësimet është shprehur edhe Recep Rahmani, ani pse pranon se nuk është bërë ndonjë hap konkret në këtë fushë. Jo ende, veç pritet që tash që ka me pas edhe vena, punës pritet. E opozitarët në këtë qytet janë shprehur se Batiri jo vetëm që nuk ka hapur vende të reja të punës, por me statistika zyrtare tregohet se ka pasur rënje të personave të punësuar në këtë qytet. Sipas statistikave të administratës atimore të Kosovës, numri i të punësuarve në komunën Mitrovicës ka rënje. Përveç kritika për mos realizimin e projekteve të premtuara, kjo parti ka dhënë kritika edhe për projektin e ndriçimit publik, për të cilin rast është ngritur akt akuzë nga Prokuroria Speciale për keqpërdorim të tenderit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka hapur një akt akuzë kundër Agim Batiri në lidhje me çështjen e ndriçimit publik të komunës Mitrovicës. Fillimisht oferta, siç dihet edhe publikisht, ka qenë dikon 720.000 euro. Pastaj nënshkrimi i marrëveshjes ka qenë 100.000 euro, më i shtrenjtë domethënë dikon 820.000 euro, vlerë e cila e ka dëmtuar buxhetin e komunës Mitrovicës. Si një prej komunave më të ndotura në vend, Mitrovica nuk ka shënuar asnjë progres në përmirësimin e kësaj gjendje. Sipas AK-s në këtë komunë, Ibri po degradohet çdo ditë më shumë. Është në punë sipër atje një projekt që është të ndërtuar një liçe në kodët të Lumit Ibër, edhe ai zgjat përtej gjitha dinamikave të punës që kanë qenë para me projekt, që është më e keqja, atje është hap një separacion që e shfrytëzon atë zhavor të Ibrit për shitje. E kundrejt këtyre ngjecjeve në këtë komunë ka heshtur lideri i partisë, nga i cili edhe vjen kryetari. Vet Pacolli insiston se qytetarët janë të lodhur nga kjo mënyrë qeverisjes dhe e politikbërjes.